Kjo është një prej shtëpive më të bukura dhe më të mrekullueshme që Tirana ka. Shumë veta e njohin si Sarajet, por në fakt është shtëpia e Adem Bey Toptanit, e ndërtuar rreth mesit të shekullit të 19. Tu thot 1837, por nuk është e vërtetë. Rënojat e para janë fund të shekullit 18, fundi 1700-s, dhe në 1856 Adem Beu e ka ndërtuar. Është shtëpia e lindjes së Abdi Bey Toptanit, njëri prej patriotëve më të mëdhenj të Shqipërisë, njeriu i cili firmosi pavarësinë dhe ministri i parë i financave të shtetit shqiptar. Shtëpia u ndërtua në atë kohë kur toptanasit kërkonin të kishin një stil jetese perëndimor, të ndryshëm nga ai që kishin pasur deri atëherë. Shtëpia ka shërbyer përtej rezidencës familjes Toptani. Në vitin 20 deri 22 si rezidencë e Bibliotekës Kombëtare Shqiptare Sotir Koleas, nga viti 1922 deri në 31-shin si selia ambasadës së Shtetet Bashkuara të Amerikës Tiranë, pas vendosjes marrëdhënieve diplomatike. Ky është Selamllëku, që është ndoshta një prej pjesëve më të bukura të godinës, me 7 dritare ballore. Kjo është një pjesë e dytë që nuk di të them nëse është Selamllëku, që është po ashtu me 7 dritare, njëra prej cilave e mbyllur, përballë vijnë, janë simetrike të dyja zonat e ndenjes, ku ka dhe një oxhak që nuk dyshoj që të jetë oxhaku origjinal. Shtëpia është e rënuar, por është shpronësuar nga shteti dhe shpresoj shumë që ajo do të kthehet në identitetin e saj, në një prej shtëpive urbane më të bukura të Tiranës dhe me standarde që dhe shtëpitë e mëdha perëndimore nuk i kishin në vitin 1800. Nga shtëpia Adem Bey Toptanit ose Sarajet siç njihet në qendër Tiranës.